Ne jemi sot këtu për të kërkuar llogari nga komuna e Prishtinës. Jemi këtu sepse paraja publike nuk është lojë dhe qente ndacak nuk janë numra. Protestën sot po e bëjmë si aktivist shoqërisë civile për mbrojtjen e kafshëve, por edhe për avokimin e menaxhimit qëndrueshëm të policisë qenve, në mënyrë që të kërkojmë prej komunës Prishtinës llogari, transparencë në gjithë këtë unë mund ta quaj keq menaxhim të qenve ndacak, sepse faktikisht po bëhen projekte sipërfaqësore dhe të rrames, sipas mendimit tonë, dhe nuk po e adresojnë problemin e vërtet. Do thotë këto projekte afatshkurtra ose sipërfaqësore vetëm po e thellojnë problemin e madh që kemi me qenë ndacak. Ne po kërkojmë nga Komuna e Prishtinës që shoqëria civile, organizatat e shoqërisë civile të jenë më afër proceseve që ata po i ndërmarrin, më afër edhe vendimeve që po i marrin. Ne jemi sot këtu për të kërkuar llogari nga Komuna e Prishtinës. Jemi këtu sepse paraja publike nuk është lojë dhe qente ndacak nuk janë numra. Janë qenie të gjalla që meritojnë kujdes dhe mbrojtje. Të gjithë ne pajtohemi që qente ndacak nuk duhet të mbeten në rrugë, pasi përveç rrezikut për qytetarët, edhe veçantë janë viktima të abuzimit dhe neglizhencës. Po për të arritur në një zgjedhje të vërtet, duhet masa të menduara mirë, të qëndrueshme dhe që adresojnë burimin e problemit dhe jo vetëm pasojat. Komuna e Prishtinës po vepron në mënyrë të njëanshme, duke strehuar qenë jashtë standardeve ligjore, pa transparencë dhe pa përfshirje të qytetarëve, dhe neve si aktivist për mbrojtjen e kafshëve. Ne si komunitet i kemi 6 kërkesa këto sot për komunën e Prishtinës. E para, sterilizim kastrim masiv për të ulur dukshëm numrin e qenve në rrugë. E dyta, vedisim me mbështetje për familje që mbajnë qenë, që ata të mos i braktisin dhe të sterilizojnë qenë të tyre, pasi që ata janë burim kryesor i shtimit të numrit të qenve ndacak. E treta, vedisim të qytetarëve për të ulur frikën dhe për t'i përfshirë në zgjedhjet e problemit. E katërta, strehimore që respekton ligjet dhe mirëqenien e kafshëve. Kërkesa e pestë, politika të bazuara në të dhëna jo në improvizime. Kërkesa e gjashtë, përfshirjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile në çdo vendim që prek kafshët e pambrojtura të qytetit dhe Kosovës.